fillimisht figurante si emër në listën e donatorëve të vetëvendosjes, më pas rezulton si emër i përsëritur në listën e fituesve të tenderëve. Fjala është për Petrol Company. Që nga viti 2021, kjo kompani ka fituar 79 tender. Vlera e tyre mbi 51.721.000 euro. Në zgjedhjet e 6 tetorit 2019, kur vetëvendosja fitoi për herë të parë, Petrol Company kishte qenë njëra nga donatorët e fushatës. Në raportet financiare të fushatës dhe raportin e auditorëve të pavarur për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, nga 25 shtatori deri më 4 tetor 2019, del se kjo kompani dha vetëvendosjes mall dhe shërbime në vlerë 1.063 euro. Dhe pason shpërblimi. Prej se Albin Kurti u rikthye në pushtet në vitin 2021, Petrol Company u bë njëra nga kompanitë që fiton më së shumti tender, plot 79 herë. Tenderët u fitua nga Korporata Energjetike e Kosovës, Ministria e Mbrojtjes, Telekomi i Kosovës, Agjencia Qendrore e Prokurimit, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e nga Trepça. Nga Petrol Company e kanë mohuar kategorikisht se numri i madh i tenderëve ka të bëjë me lidhje politike. Në përgjigje për Voxin, ata thanë se gjithmonë kanë fituar shumë tender dhe se pyetjet e mediumit i konsiderojnë tendencioze, të pavend dhe ofenduese. Por s'është as pak tendencioze të krijosh kurreshtje ku një kompani që dikur financonte vetëvendosjen, sot me vetëvendosjen në pushtet, fiton 79 tender përveç 5 vjet. Shto këtu faktin që Albin Kurti fliste për luftë ndaj oligarkëve, apo ndoshta ka vendosur t'i luftoj me dhënje tenderësh.